Përshëndetje. Unë nuk e di pse shpërthej kaq shpesh. Është një nga fjalitë që ne psikologët e dëgjojmë rregullisht nga klientët tanë. Të zemërohesh është njerëzore, por kur zemërimi të kontrollon, përplas gjithçka rreth vetes, ky është problem. Kjo video nuk është një thirrje për të qenë më i qetë me çdo kusht, por një përpjekje për të kuptuar se çfarë fshihet pas zemërimit, si ta njohim, ta zbërthejmë atë dhe kur është e nevojshme ta përqafojmë me mençuri. Çfarë është zemërimi? Zemërimi është një emocion themelor, një sinjal që truri dërgon kur ndjen rrezik, padrejtësi, shkelje të kufive personal ose frustrim të përsëritur. Ai shfaqet shpesh për të mbajtur egon ose për të rikthyer kontrollin në një situatë kur ndihesh i pafuqishëm. Është si një alarm zjarri. Nuk është problemi vet, por paralajmërimi për një problem. Dhe nëse e fik alarmin pa parë pse u aktivizua, rrezikon të digjesh në heshtje. Po, pse zemërojmë në të vërtetë? E para, zemërimi maskon dhimbjen. Shumë herë, ajo që ndjejmë si zemërim në të vërtetë është trishtim, zhgënjim, ndjenjë refuzimi ose poshtrimi. Është më lehtë për egon të tregojë dhëmbët se sa të pranoj plagët. Për shembull, kur partneri yt të injoron ose nuk të kupton, ti nuk thua më dhëmb që s'më kupton, por reagimi bëhet gjithmonë bën si çdo vet ti. E dyta është zemërimi si një mjet mbijetese. Nëse ke kaluar fëmijëri në një ambient ku ke ndjer pasiguri, abuzim emocional ose nuk të është dhënë e drejta të shprehësh ndjenja, zemërimi është rritur me ty si një mënyrë për të mbajtur veten. Është si një lëkurë e dytë që të mbron nga ndjeshmëria. E treta, zemërimi dhe kontrolli. Shpesh kur gjërat nuk shkojnë sipas planit, ndjejmë se kemi humbur kontrollin dhe truri reagon me zemërim për të rifituar dominimin mbi situatën. Kjo ndodh në punë, në marrëdhënie, madje edhe me veten. Pse nuk arri të ndalem së ngrëni? Pse jam kaq i dobët? Zemërohesh me veten sepse nuk po e kontrollon dot. E katërta është zemërimi i trashëguar. Në shumë familje shqiptare, zemërimi është trashëgimi kulturore dhe familjare. Fëmia sheh baban që ulëret, nënën që e shpreh frustrimin duke përplasur enët dhe mëson se kjo është mënyra për të reaguar, jo sepse janë të këqij, por sepse ata ashtu u rritën. E pesta, zemërimi si protest ndaj padrejtësisë. Jo çdo zemërim është i gabuar. Kur dikush shkel kufijtë e tu, të dënon emocionalisht apo fizikisht, zemërimi është një reagim i shëndetshëm. Është protesta që trupi dhe mendja bëjnë ndaj një situate që nuk duhet pranuar në heshtje. Si manifestohet zemërimi? Zemërimi nuk vjen vetëm si britëm apo si ulërim. Nganjëherë ai vishet edhe bukur, me sarkazëm të hollë, me heshtje ndëshkuese, me tërheqje emocionale, me mledh pasiv. Po mirë, bëj si të duash. Acarim ndaj të gjithëve për një arsye të vetme të pasgjitur. Zemërimi i paqartë është si një tenxhere me presion. Mund ta mbash mbyllur për pak, por nëse se hap me kujdes, një val plas dhe djeg këtë të gjej përpara. Dhe tjetër është zemërimi ndaj vetes, ai që nuk e shohim. Një nga format më të rrezikshme të zemërimit është ai drejtuar nga vetja, kur fajson veten për çdo gabim që nuk ja fal vetes. Asgjë. Kur ndëshkon veten për dështimet. Kjo krijon depresion të fshehur, vetpërçmim dhe sjellje autodestruktive si izolim, abuzim me ushqimin, alkoolin apo me lidhje të tjera të dëmshme. Pse ndonjëherë zemërojmë për gjëra të vogla?
sepse shpesh nuk është vetëm ajo gjëja e vogël. Është akumulim i gjithçkaje që nuk e thënë. Një koment i pafajshëm nga dikush për peshën tënde, për shembull. Nuk të ka nervozuar për atë që the sot, por për të gjitha herët e mëparshme që kanë bërë të ndihesh keq me trupin tënd. Zemrimi është si një libër. Fletët që duken janë të sotmet, por brenda janë faqet që nuk i ka lexuar askush. Çfarë të bësh kur zemërohesh? Përkthehet zemrimi. Çdo herë që ndjen zemrim, pyet veten: çfarë po më dëm? Për çfarë ndjem i pambrojtur? Çfarë po përpiqem të kontrolloj? Zemrimi shpesh është një pasojë, jo shkaku. E dyta, ndaj kush je zemëruar vërtet? Në shumë raste zemërimi me dikë afër nesh, por në të vërtet ajo ndjenjë vjen nga diçka e vjetër, ndoshta edhe nga një marrëdhënie e pazgjidur me prindrit, me ish partnerin apo edhe me vetveten. E treta është të mos reago me njëherë. Një reagim i nxituar i shton benzinë zjarrit. I jepi kohë trurit të qetësohet. Zakonisht duhen 90 sekonda për të kaluar valën e parë të adrenalinës. Largoju për pak, merr frymë thellë, shkruaj, ec, lëviz, por mos fol kur je në kulmin e shpërthimit. 4. Foli vetes si një mik. Thuaj, nuk po e përjetoj kot këtë. Ka një arsye pse ndjej kaq shumë. Pranimi është hapi i parë drejt qetësimit. E 5. Kërkon ndihmë. Nëse zemrimi yt po shkatërron marrëdhëniet, punën apo shëndetin mendor, biseda me një psikolog mund të ndihmojë të shohësh më thellë. Nuk është dobësi. Është guxim të mos duash të lëndosh më veten apo të tjerët. Po kur zemrimi është i nevojshëm? Jo çdo zemrim ka nevojë që të zbutet. Disa zemrime janë një zgjim, janë forcë që thot boll, mjaft. Nëse je në një marrëdhënie ku nuk respektohesh, në një vend pune ku të shfrytëzojnë, në një familje ku vetëm jep dhe nuk merr, zemrimi yt është flamuri i kuq që do të thotë kjo duhet të ndryshoj. Por që të ndryshosh, duhet të njohësh edhe këtë ndjenjë, jo ta mohosh apo të ikësh. Dhe ajo që do të thosha në mbyllje është se zemrimi nuk është armiku yt. Është një zë brenda teje që do të dëgjohet. Nëse e përzë, do të kthehet më i egër. Nëse e dëgjon, mund të të çojë drejt një versioni më të mirë të vetes tënde. Mos e ndëshko veten që po zemërohesh. Mëso pse, ku dhe me kë. Aty fillon shërimi dhe pa zemërim nuk do të kishte ndryshim. Miq, këto do të thosha në këtë video. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, po mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot që e the her pas here. Dhe deri në videon tjetër, mirë takofshi.